Mirëmbrëma shikues të nderuar. Sonte e kam një musafir të lehtë për shumë të mirë. Një drejtor shumë të suksesshëm. Mbi gjitha një menaxher shumë të suksesshëm. Menaxher që prej një televizionit i ka bon 4 televizione. A që dikosh as radis mundet me bon. Ky e ka bo televizionin 1-shin, 2-shin, 3-shin, 4-shin, po më do këtë den komorant s'ka ditë më nol. Sonte në emisionin Sofra Saliut na ka nderu ish drejtori general i radio televizionit Kosovës, zotri Mentor Shala. Mentor, mirëmbrëma, si je? A je lodh? Qysh kalove? Mirë. Qysh po nihesh? Mirë. Një emision pak më ndryshe. Po, absolutisht. Faleminderit shumë për ftesën mas pare. Ma për qefi pak. E tu rritner aty? Një u mirë rresh lirë si me konë bufet 3 tekes. Pa tjetër, faleminderit. Mentor, në qëtë farë veni ku jam, unë për çdo natë kom pas musafir. A mas shumë të se kom pas deputet edhe politikan. Ju më lot ju qitë qaj. Ata gjygimin ma kanë shterë. A për pishin, a? Ku ta këqysh ata për ta shterë një Kosovë, edhe ma gjygimin. Mas jera Allah i qajt, e di se pi qajnë shumë. Po e pi. A që jesëm ka i qajnë, ashtë adhe për nëzejë mua bet. Po, më re që tu rritnera, Ka faleminderit. nga jona brend, nga mona centrë, ma të letë, a ma të ranë. Mesëm që është, mirë. Si të nërmijen të implesë. Që është, po. Që shkallohë me dërë? Mirë, faleminderit. Këto ditë? Mirë. Mirë, që ta shtu pritë të me bo qeveria, të me thonë jena nej, që është ata nej. Po më do këtë ka po shumë pak kryt ma zgjedhja. Po, mirë. U pa të më lodhë pak. Po. A për shemë në tërë që të farë telefonin që kom për mas. Po? Prom të natën ka thirë presidenti Leotonisi. Po. O shka s'kem fol me ta. Po, a? Ja ku më kalëzu mërë edhe sa lugi kem shpe. Më vetë këthaj ke api mërë një bijat. Tash jo s'pi morëm se fëmija po haliten. Shko një zezi, këmë thonë, për shokë më full keq, për këshiv keq, për dashajmir keq. A më dole kondra ta, si shkon presidenti. Kush i shkon? Ishin kohë da farë komedian pjota ishin. Rusa? Rus ishin kohë. Ishin kohë të malu lojen. Po, enjoyin kejt ata, po... Edhe tha nuk... S'ki vetë, se me pas vetë kisha kalzu. Po, dhe se thanë luft hibride. Po, dhe... Shka që kja lufta hibride me tërë se ti, këgja shumë i e sjell ka qaja luft edhe din shka është aja. E ke analizu shumë. Po, atë kujtohet për para kur theshin kallamoq hibrid. Ha, marafq edhe hibrid. Hibridu konë diçka mix, diçka i përzim. Kombinim. Një farë kombinimi, po. Po, lufta hibride, këta rust, zakonisht është një specialitet i rusëve kjo. Për rusëve, tani e marrin edhe këta popuj tjerë që janë, të më dhonë slavët, edhe sërbë të përdorim, bëjnë një shumë. Po, edhe kjo ka ndodhë në histori në periudat edhe ma herët, po nuk i kanë thonë hibride. I kanë thonë luftë subverzive, ka pas forma ndryshme, po me ardhin e Putinit, të më thonë, kjo fillon pe vitit 2000, kur Putini vjen, bëhet presidenti i Rusis, po, dhe Putini vjen me mas një Rusie dopt, deri në kohën e Putinit, se Rusia na e dim, që një periudhë, sidomos mas Gorbachovit e kënej, Rusia ka pas një ramje të fort. Po, që ku më rri? Po, që ku më rri. Edhe me ardhin e Putinit, Putini ka pas pretendimet e tina kanë qenë edhe gjithmonë ajo dhe më thonë qëllimi tina edhe politika tina ka qenë që gjithmonë e ka thonë që gabimi maj madh në histori të kombit rus ka qenë prishja bashkimit sovjetik. Më thonë edhe aty fillojnë ato qëllimet e ti ekspansioniste, pushtimeve, të rritjes prap të Rusisë. Më thonë fillojnë ndërkohët njëtën kohë e cila, dhe më thonë, ajo rritja ati, ajo Rusia e Putinit, është Rusia e cila bazohet në vlerat ruse edhe në kundër vlerave perëndimore. Qëtu fillon masanej kjo procesi i kësaj luftës hibride. Dhe më thonë, gjithmonë me zakonisht lufta hibride, nëse zbërthejmë, është kombinim i një lufte jo konvencionale, që i bjen lajme të rrajshme, propaganda, përdorimi teknologjive, dezinformata, po, përdorimi këtyne teknologjive, e cila tani në fund kombinohet edhe me luftën konvencionale ushtarake, që shka ndodhë për shembull në Krimi. Po. Se tash muj me bo një paralele që shka ndodhë Krimeja, Kosova,
se ka lidhje Ballkani me këto gjëra dhe lufta hibride që është bë. Domethënë ky për 20 sa bjen tash, për 2025 vjet për bjen që Putinin pushtet. Her president, her kryeminist, po 25 vjet. Po, i kanë rolet, po ai ka pas Chelsea në dorë, domethënë tana zhvillimeve. Ai pa të shkaktuar me këtë luftën hibride, pa të shkaktuar shumë probleme në Bashkimin Evropian. Tu i financu këto grupet ekstremiste, kryesisht djathtiste, se këtë menojnë majtiste, edhe majtiste, po kryesisht djathtiste. Po në Evropë, zakonisht problemi më i madh në Evropë edhe paknaqësitë më të mëdha kanë qenë me refugjat në Evropë. Evropa ka pas çfarë problemi. E ky, domethënë zakonisht çsoj fryme i ka gjetë pikat, i ka gjetë grupet që janë të pakënaqur me refugjat, me emigrant, edhe i ka nimu aty në grupeve për me shkaktu probleme në vendet perëndimore. Ka shkaktu shumë probleme. Ndërsa në rajonin tonë, në Ballkan, në rajonin e Ballkanit, problemi e Kosovës u ka një problem për to, u ka një farlloj ëmbëlsine për to, deserti për to, për shkak se ti e ki pa gjatë periudhës prej kur Kosova fiton lirin, në 99-ën, deri Rusia në tana proceset ka marrë pjesë, edhe në procesin e planit Ahtisarit ka qenë pjesë e negociata, ka qenë tana proceset, mirë, po kur nuk e ka pranu pavarësinë e Kosovës. Edhe se pranën hala? Po se pranën, nuk e pranën, për arsye se nuk është puna që Serbinë e ka vetën. Për shkak se nuk i intereson as për Serbinë, dorën zemë. As për Serbinë nuk i intereson, po interesojnë interesat e veta personale. Pse? Që tash e kemi luftën në Ukrainë, po. Rusia gjithçka që Kosovën e përdor si një farlloj e përdor edhe mosnjohjen e Kosovës, edhe i konvenon që ky tensioni Serbi-Kosovë, për arsye se ajo tenton me fut në pazar për me arrit qëllimet e veta atje, për me marrë Krimen. Po, unë ja unë Kosovën si shtet, po ti kënej, po ju kemi manjof mu Krimen atje, ose Donbasin e Luhanskën e këto teritoret që i ka pushtu në pjesën e Ukrajinës. Nuk e ka hallin e Serbisë. Në ta kalzohet në element. Hajde. Pikërisht për që të luftën e hibride. Kër u shpall pavarësia Kosovës, në 2008. Qatë dit, ardhe Medvedev, mund është me gjetë në Google nëse i përdojë. Medvedev, ja, u konë president a kryeminist? President u konë. President. Po, kjo u konë kryeminist. U konë pasarë dhe u konë pas taku me Koštunica u konë atër kryeministri i Serbisë. Po, u taku me të. Edhe në atë kohë Serbia e patë prish një marrëveshje me Gazpromin Rus. Gazpromi gazin që po. Se këtë luftat e energjia të gazin. Qatu ja jetë, kreqen. Tana luftat e mojshme, vënë silën e pështilën, që aty kemi medalë, apet. Edhe e vetë mja kërkes e Medvedevit e Rusisë, që Koštunicës ja ka po, se kemi pas bona një emision masanej për virusia, është komplet lufta hibride, pe që orën Putinin pushtetë deri të lufta Ukrajinës, pa të mbo dhe emisione, e pa të mhullum të shumë këtë varpune, e kemi edhe këtë video. Kërkesa vetë me Rusisë për Serbinë atë ko, ka qenë, ju duni me marë Gazpromin Rus me kushtet e Rusisë. Koštunica, Serbia atëre ka pas qëndrimin për me marë me qmim shumë atë lirë. Edhe ata refuzojnë Serbët. Edhe veç një kërkesë u konë, nëse ju sëtë nuk e nënshkru një marrëveshje. Po të thëmë, si në të bura, si unë e te që po flasim, që shtu u folë edhe aty. Atër në nesër e njojmë Kosovën. Qatë ditë e ka nënshkru Serbë marrëveshje? Në më thonë, rëst krejt Kosovën e mojnë përshkak se pretendimet territoriale me Kosovën rëst nuk kanë, se largjen. Më nja pash kanë gjesin Rusisë, mja kopë si Krimene e ato tjerët. Po kanë pretendimet, ata Kosovën e mojnë, edhe rajonin e tensionume, zdo vatër tensionume e mojnë. Një lidhje e mojnë. Jo, përshkak të interesat veta për mi përdor masanej për pazare tyne politike. Që shënë të i përdorë sot në Ukrajinë. Edhe sot do në menoj, nëse Amerikanët ja njohin Krimen si pjesë të Rusisë, veç na do të me pas njerës të meqëm këtë qeverin tonë, në këto institucionet tona, që lëbojnë të Amerikanët, që nëse ata njohin Krimen, s'paku Rusia me në njoftë dhe neve. Se momenti kur Rusia në një neve, Serbia atër metet pa zidhje, s'ka qare pa u morvesh. Mirë, mentor. Tash... E që kjo është lufta hibride, dhe më luftën hibride zakonisht i ka shfrytzu, më falë se të ndërbejo, i ka shfrytzu, dhe më thonë këto pikat
dhe më thonë që kanë qenë ma tensionuse, problemet që kanë qenë për disa vende, Rusia, dhe më thonë, ka investu në qato vende, për shembull në Kosovë, në rajonin e Ballkanit, prej 2000 e kënej, na i kemi pas, sidomos mas shpalljes pavarësisë të Kosovës, vendstrehim i agenturave ruse kanë qenë UNMIK-u, dhe më thonë, e patën marë ka qenë si vendstrehim i tyne, e agenturave ruse, edhe OSBE-ja. Edhe këtë problemet, edhe vazhdimisht ata i kanë fry tensioneve ndëretnike në Kosovë. Dhe më thonë, kur nuk i kanë lënë sërbët e Kosovës me u integru në institucionet e Kosovës. Njëtën kohë atje në Sërbi Vučićit, ja kanë marrë një pjesë të ushtrisë, ndikim të madh në ushtri, shërbimi sekret GRU, i thojnë shërbimi ushtarak sekret rusë është më i fortë se FSB-ja, se shërbimi inteligent, po. Edhe ja kanë marrë një pjesë të madhe të ushtrisë, plus asajna një pjesë të shërbimit sekret BIES, kanë qenë, më thonë, të ndikum prej agenturave ruse, edhe pa të mbo një qendër nish, është kulturore, ata i theshin, po ajo ka qenë qendër e shpionazhës për këtë Ballkanin. Që kjo lufta hibride. Kryeministri jonë, a uro prej e qësaj luftës hibride? A nashta, a u duft me këshillu dikush mi kallëzu dishka? Dorën zemër, Salim me të thonë kështu shkurt. Hajde. Që kjo kryeministri jonë, zdia në mënyrë të vedeshme atë pa vedeshme, se është pak problem tash me dalë për fundim, po që ky kryeministri jonë ka bo vetë luftë hibride në këtë farvani për rrafsh 15 vjetë mas pakti. Shiti. Ti atë kujtohen, për shembull, kur tanë ato, kur ish për shembull negociatat për pavarësi në atë vakt të Atisarit. Pakoja Atisarit. Ky u kon kundër. Edhe ka bo që protesta, dhe më thonë protestat dhënshme, të pa dhënshme, ka sulmu institucione asej. Para se më shpall pavarësia, protesta kundër pavarësisë. Të kujtohet që 2 vjet pa të ndek në protesta, në atë kohë në demonstrata. Kundër pavarësisë ju në konë që ato demonstrata. Dhe më thonë, mas pavarësisë, i denë sulmet në kuvend. Dhe më thonë, krejtë këto gjona, tjetra, narracioni për një vend dështum Kosovës. Kosova gjithmonë u paraqit prej Albin Kurtit, se s'po thëmë se tani ata vëtë vendosja mrapa Albin Kurti, tani ata janë këtë krejt, Viç Albini është kryes. Viç Albini është këtu? Albini është, atjertë, hekja o Albinin, s'ka më vëtë vendosja. Di Malbasha? Cili di Malbasha? Po s'par di Malbasha. Po levur. Edhe kjo dhe me thonë e ka bo vetë luftën hibride. A që shëron provokim këtyne, kallëzën që është një person i cili nuk e ka kapacitetin e mjaftueshëm me kanë lideri një veni, edhe mi që proceset për para me udhëheq një shtet, se zakonisht në këto gjana, këto përpjekjet tyne komedianëve rus ka pasur për para, nëse do me ditë kush janë këta komedianë rus, këta janë pjesë e këtyne metodave që ati ka përdorur Putini, këta financohet, po pikrisht, edhe kanë sulmojnë, a ki po? I sulmojnë qëto venet ku ka interes Putini me diskreditu si ven. Qëto i venet i sulmojnë, zakonisht, venet e bashkimit Evropian. Unë vetë atë nata ki me shku të meqt. Edhe, që a i thotin? Isha po. Që mi thonë është, e qka do të me përdur na si shtet për mi ndalu? A mu i mi ndalu me në tërë? Luftën hibride? Po. Që, është pak ma, nuk o bashkë e thjesht me spjegu se edhe ka të bëj me kjo lufta hibride është kogja një farë... E thellë. E thellë po se po është edhe një farë shkollën veti, se nuk është bashkë e thjesht. Bashkë që ashtë të thëjnë. Nuk o bashkë e thjesht kje punë të këto e bojnë zakonisht shërbimet edhe e bojnë strukturat inteligente këtë punë, për shkak se qëllimi i luftës hibride është kur unë për shembull si person kam një qëllim me dëmtu ty. Me çantazhuar. Edhe tash duhet me t'i gjetë ty 100.000 arsye që s'janë hiç, edhe njerëzit me besu që janë çashtu. Që kjo është krejt qëllimi i saj. Që shmujmë na me ndalu. Na me të vërtetë kemi pas një struktur kogja të fortë të sigurisë mbrana edhe tonën. Edhe agjencia jone e inteligjencës ka qenë jashtëzakonisht e përgatitur për luftën hibride. Çka ka ndodhur sot nuk e di. Veç e di përpara që shka qenë. Ka pas përpjekjet edhe tjera të ndryshme për të interferimit rusë në Kosovë. Edhe ka pas interferim rusë në Kosovë. Atë kujtohet protestat atje kur e nëzunën atë Rusin
me shartë motorit që i prejke protestat e sërbe kur u bëshin, kur nuk i lejke policin, kur i prejke drojti që t'ken rrugë. Dhe më thonë, i nëzitke ata, jënë gjithë masane edhe fondet, kur që i ka marraj prej Rusis, për mi financu qëto problemet në Kosovë, mi rritë tensionet dëretnike, mës me lanë rahat venin. Këto i kemë pasë edhe për para, kemi pasë midis Prishtinën na agenta rusë, të inteligencës. Mirë po, jenë zbulu pej agjensis tonë të inteligencës. Dhe më thonë, plus asaj agjensia e jonë inteligencës ka lujtë rol të madhë edhe në parandalimin e atentatin ndaj Gjukanovicit në Maltëzi. Më thonë, ka pas një seriozitet të madhë dhe ka pas një strukturë shumë të mirë, që ka ndodhë sëtë nuk e di, që të atë njëtit komedian kanë tentu edhe presidentin thaqe me qitë lajthitje, po s'kanë mujtë, përshkak se jenë kontë vëmend shumë strukturat e sigurisë. Ata mas pare kanë filtru, edhe e kanë po që ka dalë, mësë u gotë prezident së rranë, se qëta jenë qëtine, edhe dhe më thonë e kanë parandalu. E ki edhe konferencën për shtyp që e mondë masanej presidenti, thaqe. Po kyra, unë nuk e di që ka po në atë farë strukturë të inteligencës atje, po shihet që absolutisht është një seriositet total. Neve në del kryeministri, po vjen kesh me thonë fjallën, veç pala që në del në këtë farë puna. Në del një farë pala që del flet që pavarësisht edhe nëse ki menu që jetu folë me një president një shteti tjetër, këtë rast Letonisë, po nuk folën atë lafeve punë. A përmbajtja së ko e mira? Po që shbroni kalzej, që është e tha pak ma ere ti, edhe ti pas ke folë me ta. Vetë ke sa lugi ki thash që kash. Edhe ti janë izë një shoh krejt aty, ja. 6 karrika thash. E vlaznije me krejt, tonë shoj. Thash 6 karrika i kam 14 musaferi thiri. Po, nuk është, për çka i vyn me ditë një presidenti ose një kryeministri të Letonisë ose një shteti tjetër, çfarë opozite ka mëne? Ose që pëthuti vlaznia mi që shë ka me ta o në punë. Po, kur që është e? A vyna, zvyna, qa bojnë ata, fëmija, gruja, e tjetër. A qëfar media shkema? A qëfar media shkema? Qëfar mu morë me Amerikën atje Grenelli, a është gej, a së është gej Grenelli, që është Trumpi s'pedën, tash se sështë asi, adem, paj. Bjen ka henjeri, bjen. Po jo bre, po me ra bjen, po apet tonit, bre, nuk e shonë që aty ku i ki interesin, bre, që aty, së është e jotja, edhe në shpinë tonë me shati qysh, është, tash, kalëzëm te për shambull, qysh i bje me shpinë tonë? Shajta, ngula. Po e shajte, po. Nga foren. Po dhe, po, anë e mirë bërë. Ashtë luft hibride, edhe që ta screenshotat, e le të kërës, dullën do mesazhe, në mje veti. Tash na hupin busullën të ujnë, ja bro, a luft hibride. Jo, nuk ka luft hibride. Që, ta të regojnë një gjonë, lufta hibride, kur argumentet janë sakta, nuk është shumë luft hibride, po ata mujnë me thonë luft hibride mrana lojt vetë, që pju ndodhë aty mrana, që dikush mrana pjau shantajën, pjau shpërndan, për qëtë ato dzeza që i kanë mrana vetës. Për ndryshe ato kënë komunikime reale, aty s'pat kur gjët pa vërtet. Maknatësie. Kur kush si më hoj ato që s'kan folë ata me zveti. Ata kanë diskutu që ato punë, mrena LDK-s. Edhe kjo kalëzën që një parti e cila është prej partive të para në këtë vend, jo prej para, po e para, mas komunistis. Po, partia e parë, në më thonë, në pluralizmin politik, e cila ka të lashet mëdha. Edhe ka të lashet mëdha të mrenshme, mrena asaj. Plus asajnë është partia e cila për momentin është të bloku një proces ku opozita ka mujtë me po qeverinë. Në këtë rast. Ajo është të bloku. Edhe, më mënej që kjo nuk është luft hibride, kjo komenon LDK-s me thonë luft hibride, po kjo është një realitet i cili pëndodhë mrena një partije, cila ishtë dashtë, sidomos në rrethonat e sodit, kur Kosova s'ka komoditet në ditë sodit me boksi lojnash, edhe nuk kemi komoditet me nejt në ditë sodit, në të me konë shumë të vëmenshëm, sidomos në të zhvillimet geopolitike të mdoja që pëndodhin e për bote, sidomos me ardhin e Trumpit për shtet, na do të më konë zakonisht vëmendshëm do të më konë për me enzon venin tonë në tana këto zhvillime. Për ndryshe, muj me metë këtë jashtë. Jashtë adere. Jashtë adere. Këtë ambasadorat e zjedhe ambasadorin e Sërbis, e që e ambasadorin e Bosni, që e këtë Kosovës, hala se ka që u Trumpit. Hala të na që ka gjitha. Hala se ka që. Tash, kjo mundet në ashta bën pak ma vonë, po veç nuk është indika. Po në ashta si ka orë rani, po kom qef me menu që ashtu. Po kom qef me menu që ashtu, po nuk është bashkë indikacion i mirë.
ti s'kem ambasador, s'kem të Amerikës, s'ki qeveri, e ki një situatë kaotike, njerëzit i ki që idenë se kanë që ka të mendodhë këtë varveni, nuk jënë punë bash mirë. Shikus të nderuar, shkojmë pak me marketing, e pas marketingut këthejmë në emisionin Sofra Saliut. Boba më thejke, biro, ka që shkësh, bane bre ka i shpi. A mu më karo ma mirë, kom bo banes e aton Prishtinë. Në kompleksin matë mirë e matë madhë në shërë, në kompleksin Porta e Prishtinës, e cila gjindet në magjistralen Prishtinë-Mitrovic, se ta kalesh rrethit e Ismetit me i hen kilometrin e parë. Pi Portës Prishtinës, peshishe krejt shalen e Bajgores, Mitrovicen, Vushtrin, Obilicin, Fushkosoven, Prishtinën, Lipjanin, krejt peshishe si në shuplak dorës. Këtë kompleks të mirë, e këtu banesat të mira, moderne, me standarte evropiane, po e ndërton një firmë e madhe, një firmë shumë serioze. Mbi gjitha një firmë e tradit mbi 50 vjeqare ndërtim, po ndërton firma Universal Bau Group. Mare bac, që tash në pleq një më kara nërmen se i kum lullë kom të ecë kom. Po tash ju mu shmen, nuk po eci ma kom, po eci me kere si bash, me kere të mira, me kere të rahatshme, me kere komode, me kere që punojnë si sahati. E krejt këto kere të mira të rahatshme, i gjoni ku tjetër, i gjoni në Zvicër, i gjoni të baba i kereve, të muj autocenter. Muj autocenter nuk të len ma me ecë kom, po të len me ecë ma me kjerë. Sofrën thot nuk na len mishtoria ma e madhe në ven, mishtoria Gjoshkon, misht mirë po, misht freskt po, misht taze po, ambienti mirë, ambienti pastër, të gjitha produktet e mishit i gjonit e mishtoria Gjoshkon, mish, qyfte, qebapa, pleskavica, shë gjok, shë vallohi, kapi përmeni langë për goje po më shkon. Mishtore Gjoshkon gjindet në Prizren, si dhe në Prishtinë në rrugën Muharrem Fejza. Mishtore Gjoshkon nuk ta len sofrën, thot. Tashma si na u heken vizat, po shkojmë pak në Gjermani, po shkojmë në Hanover të Gjermanisë. Po shkojmë të një firmë e mirë, të një firmë e madhe, mbi gjitha të një firmë shqiptare. Po shkojmë të Zmojlaj Bau. Zmojlaj Bau e cila mirët me të gjitha llojet të ndërtimeve. Shka ta shesyni, po ta punojke Zmojlaj. Këta kishin edhe firmen tjetër, e cila po merke me instalimin e ujtë, rrymes edhe nxemjes. Zmojlaj House Technic. Këta ishin baba në Hanover për nxemje. Këta për ta nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin, vol për ta bojshin, Zmojlaj. Mare bac, s'poja dim lezetin as nejes, as muhabetit pash ju e pa u knoq me qojnë e jona brend nga Emona Center. Tash po mdoket edhe musafirët se pe din, se pe pi qojnë e jona brend, edhe ata s'po malshojnë derin, e jona brend nga Emona Center. Hajde shijaj edhe ti se pasha emnin e Zotit për të knaqke, e jona brend nga Emona Center. Këtë nëherë pasullin e hangsha ka një kokër. A tash pasullit po jaha këta nga kokërat. A dini pse? Se tash ju mbron pasull të mirë, pasull kualitet, pasull që zijet me një vol, pasull që ti mosh brit. Tash ju mbron pasull e jona nga Emona Center. Pasha Zotën, po ti mosh ke brit, edhe po të knaqke. Shio edhe ti se valloj kam ti mosh brit. Pasull e jona nga Emona Center. Për dham të mirë, të rahatshëm, e qëndosh, e ndashi me kishë si shtë si ëne, shkoni të dua dend, dua busqeshje. Aja për ta kthejke busqeshje 100%. Dua dend gjindet ku tjetër,
Ne pshin mbrapa stacionit e autobusve. Dua dent, dua bësirshje. Dua dent. E tash po shkojmë në Klin. Po shkojmë të një firmë gjigante. Po shkojmë të një firmë shumë e madhe. Po shkojmë të Bujar Electronics. Qërë për batë shka pjo thamë. Shka t'ju duhet për elektronikës, këti gjoni të Bujar Electronics. Ani qa kish ato, aj me detaj, ato i kishe gjitha llojet e klimave. Klima nej, klim knej, klim qanej, klima nej. Se valloj, qatë shumë se kish klima si edhe në ngrohjen globale për ta fladitke. Qysh ku gjindet? Shumë letë e gjoni. E gjoni në Klin në rrugën Abedin Regja. Viq mos harrani, ku dili për i Bujarit. Nëse dani pak me pushu, mu relaksu, me hangër e me pi, shkoni në restoranin më të mirë në Klin, në restoranin Lord B Grill. Ato ambienti mirë. Ambienti pasër, me të gjitha llojet e ushqimit, veç amoni me hangër e amoni me pi. Lord Beck Grill, e cila gjendet në Klin në rrugën Abedin Regja. Apo më kallëzoni dishka, ama drejt për më kallëzu. Kush ja u jeshën shtëpijat edhe banesat? Po dihet, shtëpijat edhe banesat ja u jeshën perdet e mira. Ja u jeshojnë të pijat e mirë. E, nëse doni perdet mirë, të pijat mirë, shkoni të Hira Home. Të Hira Home i gjonet gjitha llojet e të pijau edhe gjitha llojet të perdeve. O, qatë shumë se kish të pija, të mirë e të bukur, gjënabresh edhe me shkelën ta. Ani kish edhe perdet mira. O, klasës ma të mirë. Edhe ju nuk keni nevoj, mu qunalte, mi mote, mi ngjite, mos mi ngjit, o shpina, o korrizi, as po mu i mi ngjit. Jo, ata vid i motin krejt, i montojnë e krejt edhe shkojnë. Të Hira Home, hini me men, e dilni pa men. I gjonin e 2 lokacionin e Prishtinë. Të rreth rrotullimit e rrugacen Prishtinë, dhe të rrugica Astrit Rushi mbrapa shkollës Pavarësia. Hira Home. E pas marketingut këthemi në emisionin Sofra Saliut me shalën e venit, me mentorin. Mentor? Valla që të manja. Qoj gjak lepri. Pas ke bet. Oho, Sami Frashri e ka një vepër Shqipëria qka qenë qesh dhe gjdo të bet. A Sali Frashri e ka një vepër Retekeja qka qenë qesh dhe gjdo të bet. Ma detalisht të dishta me të vetë. Qyshe ke gjithë reteken, qyshe ke lënë reteken, edhe a ki informacionit ta qyshe retekeja. Kumë zonë është, ta peshe? Na plesë këtë ka pak. Ma letë këshën forë për qatë luftën i bride për Rusie për këtë dujën, si na qështine për këtë dujën se për shpitone. Nuk ka letë mi po ka tër televizione mu mi ka ne, jo vallo, i ka me të vetë. Qyshe ke gjithë reteken? Me thonë drejtën unë në RTK, në vitin 2000 jem punësu në RTK, dhe më thonë me njerë mas të ufte. 2000, ja? 2000. Wow. Kom nomin dhe vjetë aty. Edhe jem i se gazetar në 2000-ten, po në 2000-ten ka qenë në periuda mas luftës, dhe më thonë, krimit institucioneve. Në qatë kohën e kom hi në RTK dhe kom pas, me thonë, privilegjën është ta, ose fatin ose fatkecin, të është zi që është mi thonë këse kone, të është të du shtuj. Fatkecin? Që është du shtuj, po. Edhe, dhe më thonë, une kam qenë, pavarësisht që kam qenë gazetare, tani redaktore, kështu periudat ndryshme, kam qenë pjesë tana zhvillimeve të RTK-s. Edhe të zhvillimit të RTK-s e institucion. Po. Edhe, dhe më thonë, para se me u bo me ardhë menazment 2013. Në fakt 2010 një ardhën si zëvendës drejtor general, tani 2013 si drejtor general. Unë kam qenë edhe themelusi sindikatës RTK-s. Pare sindikat në rajon medjave, unë personalisht. Me dëshok, po iniciator, po. E pa të më themelu sindikatën. Masani u pa të bo zëvendës drejtor, po, jëmë konë gazetare, redaktore, kryeredaktore, qëtë me tana, po dhe se periude gatë. Në 2013 një bo drejtar general. Edhe në 2013 pa të në fillu këto zhvillimet teknologjike më avancu pak.
Fillon edhe mediat sociale, filloi Facebooku, fillon këto gjëra tjera. Tash si pjesë e RTK-s për 20 vjet, isha në rrjedh tana zhvillimeve dhe pak a shumë e disha ku RTK-ja ka nevojë me ecë përpara. Ishe zhvillime tjera, ishe konkurenca që shpërritet, ishe zhvillimet në evropiane, globale, të transmetuesve publik, mediave, vizive. Dhe qëllimi i parë jam i ka qenë mi fuqizu mediat e para, ka qenë mi fuqizu mediat sociale. Kishim kontent për mbajtje sa dush. Pej 99 se kënej për mbajtje sa dush. Plus ishim, edhe pse ishin trashëgimtar, na kishim në mbikëqyrje arkive në RTP-s. Më thonë, kishim, pej 69 sa dush material, sa dush. Më thonë, kishim material sa dush që na mi fuqizu që është në start mediat sociale, YouTube-in, Facebook-un, edhe këto media tjera. E patëm nisna, që atëherë patëm fillu me këtë punë. Mirë po, tash, na kishim problemin kryesore, kishim se i kishim një program, 24 orë program, dhe më thonë një kanal televiziv. Ka më shkyme ta? Po, plus kënena punëtor kish boll, sa dush punëtor, kënena thëshin arë të këja 800 punëtor, 900 punëtor, 1000 punëtor. Qashtu thëshin, vallaj. Po, qashtu kanë thonë, gjithë kanë thonë. Të masa ne i ke ideja për me i kanalizu ose shumë thonë me bo kanalet specifike për çështjet caktuar. Për shembull dhe kishe kanalin 1 që është kanali i përgjithshëm, që është kanë edhe kanale tjera, CDF-i, ARD-ja, këto transmetues publik evropian. Edhe me shku me specifike. Qa ish më rëndësi në këtë vend, dhe më thonë të e njoft këtë mentalitetin tonë që jemi etun për me pas informacion edhe kryesisht politik. Shumë kem qef me politikë, më morë në se cili. Silëm ka, silëm, që të kemë. Qa të silëm, që të silëm. Edhe na kena më silë, që tash kena me hinë që atje. Po, që atje, s'kem ku me shku. S'kema, ba di hova. Edhe, pa ta mendu me hap një kanal të lajmeve, që u konë rëtë këtë treshi. A në gjerit Van Berishen. Po, që Ta shë kanë ruamnin, e ka bored. Po, e kanë ruamnin. Po, a? Po. Kanë ru se u boj Audi. Ka aderu që anej. Ka aderu, anë i dhe nështë. Po, e drejt e tina me taj. Edhe ato e banëm si përgjec, dhe më dhënë si një... Lajmeve. Po, të kanalit lajmeve. Edhe pa të zhvillu, jashtë zakonisht mirë, se pa të bo si kanali veçant, edhe pa të prodhoj ke kanal u do prej nishit një farforme, I panvarë. edhe bo një skemen e vetë programore. Ajo na i rriti neve shikushmërin. Shumë, sidomos në rrjetet sociale. Për shkak se njerëzit kishin nevoj informacion e kishin pe orës 8 mëngjes deri në orën 12 natës, tonë ditën ka pas informacion. Kryesisht live. Na emision, na intervjist, na e se mirë po që u lidhë keme informacionin kënej. E dajtëm këtë pjesë. Edhe e bënëm dyshin sërb, të drejtën personalisht, unë e kom inicu punën e dyshit, ajo ka qenë pakonat i sarit. Qare s'ke pas? Po, aty ki pas një boj fartiku, si asociacionit, njëti kriteru konë. Mirë po nuk ka pas interes, ta ka zhe si të element nështë tas prish punë. Po, mëre? Atëherë ishin as bashkësia ndërkombëtare, as institucionet tona nuk besojshin që mundet më bo kanali 2. Kur s'ka besu. To për thonë publikisht, kështu le të njën, se cili le të më dëmentën, kush nëse s'besën, dikush nëse thëtë së qashtë. Ata theshin zbot, unë thesha bëhet. Ata zbot, unë e bëhet. Tonë kohën neve, publikisht, kënjena në sulmojshin, Kosovën, jo neve, Kosovën, qeverinë e Kosovës, nuk përdojnë me bo shqiptarët qeveria Kosovës kanalin 2, sërbëve, për sërbë, nuk përdojnë me bo, që se varë propaganda, luftës hibride. Qaja dhe lufta hibride. Edhe qa bojone, qatë ditë që e ku morë mandatin, qatë ditë, e ku më thirë drejtorin, se e pa të zedhë sylla, ka qenë para me, Suleman Shaqiri drejtor. E pa zedhë drejtorin, po nuk jep ka hapësira, s'kur gjas. E pa të thirë edhe ku më thonë 3 mujtit e kime themelu RTK2. Ma bëjshin ndërkombëtarët nuk bëhet, se isha bëhet. Adone hina në rrezik. Adone hina me rrezik këtë parpune, se mësë më pas bëhen, e kisha dështu totalisht. Po e kisha një përshtypje që bëhet. Ishin kushtet e mira, rrogat e mira, sërb t'izolum, manipulum për i Beogradit, e medjave tyne, totalisht t'izolum, t'pa informum, me rrogat vogla, pa pagesa, edhe shpallim konkursin, për 50 vetë, sërb, 700 sërbë kanë konkuru. Jo, bre. Pasha zotën, 700 sërbë. A di që për mu kom befasi. Asë nëse kom prit.
700 sërbë për 50 pozita. Do më thonë, ju që s'kish interesim, po kish ekstra interesim. Edhe patëm themelu tani edhe dyshin, mo kurse për mene, ki po që kurse për mene mo? Ja. U krya e u botiki. U botiki. Edhe që atëherë u dosh më bo dhe asociacioni. Atëherë u konë Slobodan Petrovici si përfaqësuesi i sërbëve, nuk u konë lista sërbëve. Po. Që kjo u konë një plus për neve. Në qatë kohë, në 2013, në s'dijet kujtohet që për përmenin tash këta VV-ja 2013 e 2015 asociacionit. Në atë kohë edhe u pat aprovu dhe asociacioni. Tani LDK-ja pak janisi atëherë je bënë edhe që unë tani në kushtetuse, në 2015 u këthuja e për i kushtetuse, edhe me të mu pas bo që atëherë asociacioni sëtë si këshëm pasë probleme që i kemë sëtë. I sigurt jem që nuk i këshëm pasë. Tani masani i themelova qëto edhe bona një kanal 4 për mundësit që nesër mas nesër sot zhvillohet RTK-ja, me pasë një kanal i cili merret me dokumentar, me film, me entertainment, ose arktim, ose dokumentar, kultur, sport, e që gjona tjera. Ideja ishte me zgjenu hapsinen, se kur i kiti 800 punëtor, 900 punëtor, ki punëtor bëllë për me mushat hapsir. Ideja me prodhu program sa ma shumë. Plus asaj kishëm edhe një farë obligimi, se na jemi transmitus publik, pagun për i taksave qytetarëve, edhe ti do shmi plëcu kërkesën e Sicili. Kështë e lip. Sicili? Se Sicili pagun aty. Sicili e ka një hiset vetë, një farë forme për mes taksave që i pagun. Edhe e patëm themelu qëto 4 kanale, pavarësisht që... Ka pas sfida, More sfida ka pas sa dush, po pavarësisht që nuk ka mirë njohje për këtë punë, se të na hala, kuvendi parlamentit, të na, antarët e parlamentit, të na, hala nuk janë dvedishëm, dhe më thonë që me i vlerësu punë të mira që bëhen i ven, ose që ecin për para. Unë se kum pas atë halë, më kanë sulmu për i të namëve, s'kan lanë me protesta, s'kan lanë s'anë, nuk e kum pas kur... Në qandër të vemente që këne im kanë dalë. Po, presion kanë bom, dhe me thonë, kum pas nështë edhe familjen me kanë shqetsu, një qenë si sene, po nuk e kum pas atë problem, përshka këse e pata marrë që atë përgjithsi, edhe mu ka dash me qude në fund, e kum qude në fund. I mandate i kum kry, RTK-n qëshe kom lanë une, RTK-ja ka qenë gjendje shumë, jo shumë atë mirë, po shumë atë mirë, se që sot gjithësësi, po edhe patëm zhvillu RTK-n, patëm bo një farë laj, me thonë, patëm kryu një farë digniteti në RTK, punëtor kishin qef me punu në RTK. Po tani, si transmitus publik, si ndërmarrje publike, institucion publik, interferencat e ndryshme politike, përmes grupacioneve të ndryshme, të tentu me pas ndikim mrena, edhe ato e shkatrojnë për mrena. Mas kaqit, a i shtin edhe gjygymat e qajt. Po, fasha. RTK. Se ti pa qaj së mund është me nej. E kush që të ke qaj? A që të sheti, a bordi? Bordi shkepshin. Bordi, se bordi... Lirimi. Me thonë, lirimi u konat vak, po ki drejt. Lirimi u konat vak. Jo, bordit ka erë kur vishë një qitëshëm qaj, se na i ke ketë, se ata ka një fanë roli mbikëqyrë se ka në bord. Po, ja. Ta shmë do këtë imë po drejtora kretë, ato ata të bordi, po për para kanë pas rolin mbikëqyrës. Ata punë drejtorit me bordin. Jenë ko ma nga që ato e kanë po punën hajtë është drejtarë. Po dhe tash. Po dhe që të ngatin komentar. A qajat me të thonë drejtën, po e pi qajin. E pi qajin shumë edhe i patashti edhe bifen me bo qaj. Po shkak se u dashke me dalë, është një varë kafe aty, zi vallaj, që ka emni na në beja, zi që ka emni na i që të qaja që dy të pazari është. Po? Tani më dashke taj me shkua, i thegi hajtë se ti bim bife, u bëjshëm të lashe. Je bire qajin, je uftof ke qaj dhe i sa vike. I thash bifes që të bre gjygymat, i qëtën gjygymat, sot hala pinë qaj atë, mas shumë t'i qajnë e pinë. Edhe kjo kogja i suksesi madh është? Jo qështë së është, jo kush. Me tërë, vetë thoa porës na shqiptarët, silëm e katë silëm apet që apet keme dollë të politika. Po, ja, s'kem përshkojmë. Se që ato na kem qef në gjaki, kem vallaj. S'kem përshkojmë. Se analizat më nabo këtë loj me nadalin. Krejt. Tash presidentja e ka thirë kuvendin me të pasmëjtin. Për formimin e institucioneve. Qysh e sheti, tash në këtë venin tonë zgjedhje të krynë. A do të kemi qeveri të re, a do të kemi zgjedhje të reja. Qysh e sheti pikantit tanë. Që tash ai, bazë që tyne që apishojmë sëd, dhe më thonë është, këto zgjedhje e kriju një situatë që si në shas, që është aja pat pozicione. Thonë, VV-ja s'mujti mi marrë votat të njaftushme, sa ka ly për me bo vetë.
Në anën tjetër, fjallori që e ka përdor gjuha, dhe më thonë, me opozitën, ka qenë aja ge gjuhë e ranë, dhe më thonë nuk la vend për me kriju një farloj... Për bashkem. Ose për me diskutu me dikon, me bo një koaliciona, me bo një marveshje, ose që vëdjën. Në anën tjetër, e kemi një opozit e cila nuk po mujnë më marrë vesh për shkak pozitave. Shqeqare, po në pozitave s'mujnë më marrë vesh. Që të e prishin? Absolutisht. Tash, për posë kësaj, e kemi tash një parti që thamë edhe pak më herët LDK-s, e cila mrena vetes ju ka ju probleme tash, kanë të lashë mrenë. I ka një ujtë mrenë. Po, i ka një dreqi. Shka? Edhe tash e kemi ata që kanë të lashet mrenshme, tash grupet mrena partijis, të knasunit, pa knasunit. Kanë drejt, për shkak se kanë pritjet kanë qenë shumë atë më dha, investimet kanë qenë shumë atë më dha, pasaj partia në fund rezultatet e treta. O, ti s'ka lidhja e mrit as mrit, je i treti. Numri deputetëve... Ty i ki për mi. Po, dy i ki për mi. Dy për mi i ki ti e i treti. Deshte që ashtu e kona dhe për para. Pavarësisht që ki pas më pak. Tash, e kemi një situatë pat, dhe me thonë, tash, ka ditëve të fundit, ka disa indikacione, disa informacione, tash sajnë sakta metet mu pa, mas 15, që nështë mundet VV-ja përmes 3 votave të nismës me kriju qeverin. Po edhe e qeverin nuk në duhet. Sa stabile, po thua. Sa stabile. Shiko, në janar të vitit tashëm na i kemi zgjedhjet për president. Nëse qeveria po bëj, ka edhe se po bëj kanë fillim të majt ose në gjysën e majt. 6 muaj ditë pibin kësaj qeverijet. Cila parti është interesuar me mua për 6 muaj ditë? Për mendimin tam, kushdo që të merr është vetëm në dëm tina. Edhe Albini nuk është i pavetishëm për këtë punë, pas të parti tjera nuk janë pavetishme për këtë situatë. Prandaj unë mendoj, mendimi jam është, personal është, çai kish dashur Tivani, sidomos që është thënë më në fillim, të rrethonat e mëdha gjeopolitike që po ndodhin. Një administratë tjetër në Amerikë, administrata e Trumpit, që ka këtë një qasje tjetër, e cila për një moment saktu mundet me ta kthy shpinën që ti rrafshas. Tu fol me to që do të nesër. S'den ka po të vjen hiç. U mendoj që na do të me u pozicionuar, do të me konë shumë të vëmendshëm, për shkak se jemi qaq të veçët sa që nuk qojmë shumë kanar. Edhe nëse na s'dimë u pozicionu sot, nesër këmë e kam vonë. Kanë me na shku edhe vjetë tona, për më mujtë me rikthy situatën binar. Në këtë rast, unë mendoj që ishtë dashtë me konë një qeveri e cila o stabile, e cila i siguron 80 e përpjet deputet. E kush janë ka se mundet me siguru? Ka gjë shumë do vota, vallaj duhet mentar. Jo, duhet të dhejt. As në i mirë s'mon është me gjithë. Jo, në i mirë i gjonë të reka. Temi lakt. E mentar, qysh e sheti, qa për ta merë menja, cilja qeveri shko ma stabile për me ecë për para? Tash nëse i shojmë rrethonat, në cilat jemi, edhe këto situatën geopolitike, për shembull, edhe këto ndryshimet që u bon në administratën e Shteteve Bashkuara të Amerikës, se kemi një administratë Trump e cila është shumë e paparashikueshme edhe shumë strikte, edhe nëse me të nuk merresh vesh më njëherë, është pak problematike se dihet çka na ndodh, neve mund me pas pasoja afatgjate në këtë farë pune. Unë mendoj që të nis edhe për rezultatet që e përmenëm, domethënë një rezultat i cili nuk siguron një qeverisje prej një partije ose një koalicionit të stabile në këtë rast, edhe nëse lëvizja vetë vendosje tenton me bo me eventualisht me 2-3 deputet të partive tjera. Me përshkema. Ose me këta të nismës që tash po flasin të susedim, na veç në rrafshin e thashe thëmeve janë. Po edhe nëse opozita e bën këtë anën tjetër, prap nuk ka stabilitet, për shkak se nuk sigurohet një qeveri e fortë, stabile, me numër të mjaftueshëm për shembull. Për shkak se në janar vitit tashëm e kemi zgjedhjen e presidentit. Edhe po më ne çatu fillon procedura. Dhem prell do të me pas një president, i s'ka dhënë mandati presidentes aktuale. Edhe në momentin nëse na nuk i kemi 80 deputet sigurt në sallë, nuk mund të mos zgjedh presidenti. Ai zgjedhet me 61, po 80 deputet do të më qenë në sallë për shkak se kushtetuesja ka thënë ç'është. Prandaj mendoj që në këtë rast tu i po këto rrethona, këto zhvillime edhe globale, kur krejt bota është e trazume. Unë mendoj që do të më reflektu. Pak do të milon ana ashtu qëllimet personale, politike,
partijake partit, do të më ullë edhe me reflektu. Kjo i bjen që më ullë edhe më marrë vesh, me bo një qeveri të fort, qeveri stabile, e cila neve, dhe më thonë, na garanton një farloj sigurie edhe në kuptimin e negociatave për të ardhmen e Kosovës, për bisedimet me Serbinë, për integrimet qofshin ato Euroatlantike, në sigurisë NATO, qofshin ato në Bashkimin Evropian, po edhe në rregullimin e raporteve me vendet perëndimore, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se na i kem prish raportet. Na deshtëm, na raportet nuk i kem që i kem pas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pak po thua. Jeftov pak jo, po baja gishëm. Mardhënja, Baja gishëm, mardhë i krejt. ka nuk mërazi. Baja gishëm. Kështu që u mendoj në këtë rrapsh ishtë dasht me reflektu partitë politike, me dal pak pej këtyne çështjeve personale që i kanë, edhe me ullë edhe me kriju një stabilitet politik në këtë vend, i cili neve na kish dhoni farë sigurie që na jemi në mirë dhe jemi të esë në rrugën e drejtë, bashkë me alat të tonë perëndimor, cilët edhe na kanë një mu mushleru. Nëse... Në këtë rast unë menoj që ishtë dasht partitë politike më ullë edhe me kriju një qeveri të përbashkët. Si në sofër na, mu ullë tonë bashkë. Kombëtar, nacionale, të interesit nacional. Në këtë rast, bashkë si në sofër. A ekziston mundësia nëse këta tjerë s'pe bojnë, po as këta tjerë s'pe bojnë, a ekziston mundësia vllavi madh, më na qo zarfin e si. E në zarf zi me kon jam e një kryeministit. A dikush a vllavi madh? Po qështë se ti? Dragodani. Vllavi madh është Trumpi. Qa i madhi që atjet është. Se absolutisht ekziston edhe kjo mundësi, po pse bre gjithmonë duhet, pse do të gjithmonë bre? Pash bre mund vetë, na leja ato mi tha Trumpin. Pse do të gjithmonë vetë? Që të mirë e ki. Pse do të na gjithmonë me prit me na që dikush një zarf, të pa më ullë bashkë me thonë, o bura, hajde ullë me flasim, ku i kemë situatë? Ka jem. Pe që më një vjetë e gjysë të i krymë të punë që shtu tani, o, pe të bërbojmë zedhe? Full, sovroni atër vendos, bojmë zedhe prap, edhe prap him në garë, prap him, kur shfiton, prap ullëm, s'kem qare se sistemin e kem të kriju më qështë. E kem kriju qështë. Po, në fund, mundet me ardhaje që shpëtuti. Shkas bava kitena, te na shkas bava kitena. Na ka ardhë neve, kem pas kësi përvoja, kem pas presidentën atë ratifetën, edhe pse bëllë mirë ka performuaja, po pavarësisht asaj nuk i shkon mirë, po në fund s'kem që me bo, mundet me na ardhë. Fjalla jote. Bile unë të menu që këta e në të prit me na ardhë që aja. Tu kësi për rinë që shtu, që sa u bon, bre, sali që u bon. Pekqyë me 5 Në shkort, sa jemi sëd? Me 3 prill a 2? Me 2 prill. Shkoj edhe prillit. Sëd jemi 2 prill. Dhe me thonë, pejnë në shkurtit, plus me 15 bëhat kuvendit, tash hetë se dije në kuvend që aty pritet me pas, nëse nuk i siguron votat Albini. Mjaftushme. Mjaftushme. Aje ka për të tyrë me zedh kryetarën e kuvendit. Primare që aja, atëherë aje nuk e zedh. Për shkak se s'ka interes me zedh, nëse nuk i ka votat për me bo qeverin me thani. Të me thonë, jemi të prodhu çdo ditë, jemi të prodhu kriza për më shty proceset. Nuk kem komoditet. Na përshet çfarë situatën ekonomike kemi dëpt. Situatën sociale kemi dëpt. Politike dëpt, sigurisë dëpt. Nuk kemi na komoditet si musilna, si me kom far Gjermania, far Franca, edhe ata vetë kanë të lashet vetat. Tonat o shtete janë, tonat fuqie kanë, tonat ekonomie kanë, edhe halo sëd, janë shumë të vëmenshëm rreth tyne problemeve që përmene. E na një pikë, në hardë, në votës. Fjala jote në vesht politikanëve, inshallah po bëhen bashk, e po ecën përpara, kujmë njerë do procese, mirë, e të himë zgjithë. Po, pra. Në të shala, na ke nderu. Falënderit shumë. Deri ishte jemi, falënderit shumë, edhe për juve, më keni nderu. Katër televizion a i kinë shpeja? Po, tana. A i kellon në të kjatje? Ja, tana i kom qitë që aty. Në tërë falënderit shumë, ishte knacit të shumë, tash mas 15 që po donë. Hajde, inshallah po bëhet mirë, që me thonë. Dere në qile ki. Falënderit shumë, e të fala. Shikus të nderuar, ishte me neve, ishte drejtori general i Radio Televizionit Kosovës, Zotri Mentor Shala. Mirë mbetëshi e shihemi javën e arshme.